edhe kushdo që bën vepër të mirë në Kosovë, për këtë vend, duhet mi duar Turqit dhe duhet me e përkrah. Veç që jeta në Kosovë, në qëtë qeverisje, nuk u kon asë një herë ma eronë. Nëse një mërgjimtari jemi, Fatlin Malaj, një megi jemi personal, në thotë që unë i kumë pagu 72 euro, nuk jeton në Kosovë. I ka shku faktura rrymës 670 euro. Unë nuk e di qysh, të ashtë i bashkë ta mërgjimtarë kanë me pa për vitri, se qëfar gjene është ka jeton në Kosovë. Nëse një tabele veza e ki pas 2 euro, sot kushton 7 euro, kjo është realiteti janë. Ndërsa kur flasim për rroga, pagën mesatare, unë nuk e di qysh ja kanë qitë të rëzim. Dhe me thonë, jeta është të ju shkatru në vendin tani. Kemi 210.000 qytetarë gjithë në breziri që e kanë shu Kosovën për 4 vjetë. Nëse që kjo ka qenë qeveria e shpresës, unë nuk e di atër... Përparim Rama foli sonte, pikërisht duke folë për një status të Dejona Mihalit, edhe që ka tha për çështjen e UÇK-s, e përmendi, tha kush është Dejona Mihali me tregu se... Hajtë vida. Ta vendosin, për shembull, UÇK-ja, a qenë ka e mirë, a nuk qenë ka e mirë, njerëz, heroj tanë ose luftarë, Ramush Haradinaj, qenë ka me Sërbë, qenë ka me listën sërbe, njeri që ka luftu, njeri që ka plak në trup vetë, këta vendosin. Kush po i tregon këtyne? Kush po i tregon këtyne, kush është i mirë, kush është i keq? Kush po vendos? Apo merr vendim Dejona Mihajli, po m'duket? A kush po i tregon këtyne për popullin ton? Kush qenë ka i mirë, kush qenë ka i pastërt, kush qenë ka i qiltër, kush qenë ka i korruptuar, edhe kujt duhet me i dhonë fonde, e kujt s'duhet me i dhonë fonde. Unë në veç një shamu për marrë nesër dhe del Ramush Haradinaj edhe dhe ta bëni veprim pro Albinit, që ta njerës tonë që kemi me të parën dhe me thonë që këta po mendojnë që në këtyne lavatriqe kombëtarizmit. Thonë me javë hekin tash dhe me thonë njollat, unë e pash vetëm me Fatmir Limen, dhe me thonë kër ishin ato periudat apo enas po hen, dhe me thonë qysh e rikëthynë edhe e këthynë filë, dhe me thonë pej bojlerit e molerit e qka po di gjone, pej lastrave. Jo po këndi me këthy vlanin edhe njerë. Me parën, dhe me thonë. Që e ponë komandant Qiliku. Po, dhe me thonë me të parën, dhe me thonë këta është këta zotniti e ka një përshtypje në kryjt e vetë, që këta kënd kanë qef, dhe me thonë e këthejnë e ero, kënd kanë qef e këthejnë tratar, kënd kanë qef e bojnë barë, kënd kanë qef e bojnë zi, po... Dr. Haradinaj, a ka pas përpjekje me bo një koalicion VV-AK? Ka pas përpjekje të njanshme. Të VV-s? Po, dhe vetëm të njanshme, por nuk ka pas vullnet, për shkak se jënë ato qëndrimet tona që i kemi pas strikte. Për koalicioni po flasim. Për koalicion qeverisë. Për qeverin konjufca apo kurti? Për konjufca po flasim, po ka pas personalisht një pjesë të mirë të vetëvendosjes, kom kontakte, kom raporte, kom shok shumë në vetëvendosje. Qofshin deputet, në ekzekutiv, dhe kjo nuk na bën ndryshe, sepse nësa i mendon ndryshe, krahazu me mu për leadership është diçka tjetër. Jo, po thoni që vetëvendosja ka tregu interesoj me bo koalicion me ju. Unë mendoj që vetëvendosja ka tentu me gjithë kanë, po jo në nivelin e leadershipit. A ka tentu në Zir Kroku me u afru, në raport me ju, për me u afru? Me të drejtën unë e njo familjen e Neziri, personalisht Neziri nuk e njo, është një familje të pra respektome dhe është një familje që na e qmojmë shumë në rajon andaj se jemi veni vogël e njojnë njën tjetën. Me mu nuk ka pas kontakt, por kanë pas autoritetet tjera të vetë vendosjes, ka pas ofertat lojshme, une nuk jem konë një gashëm as me ullë me i diskutu, se kemi mendu që janë konsumu mundësit për me pas një bashkëpunim të rëthana me vetë vendosje. Ne kemi thonë që nuk do tjetë Kryeministër Albin Kurti, unë personalisht, kështu këmë thonë, nuk është që une nuk e shmoj Glau Konjufcën. Ju nuk e shmoni? Nuk është që nuk e shmoj, e shmoj. E shmon. Dhe nëse ju kujtohet, para minimum një 10 seanca unë e kom insistu që Glau Konjufca me konë kryetari i kuvenit, me bindjen që edhe nëse kemi vakum institucional në kohën kur largohet presidentja, Glau Konjufca ushton mandatin e përkohshëm të presidentit, si kryetari i kuvenit Kosovës. Por në rrethana çfarë, kemi qenë, nuk besoj që ka pas seriozitet edhe të vetëvendosja për një koalicion me asnjë subjekt politik. Domethënë, me LDK ka komunikuar me letra,
të OKA-ja, kum dëgju që ka pas tendenca edhe për takimet. Ti nuk dëgjon për OKA-n. Kum dëgju. Ti e din. Paktën personalisht, me ata me që i kom vetë vendosje, nuk jenë konë sigur që Glauku është kandidat për një me i Albin Kurtit për kryeministër.